tokë. Më ka rënur kokë. Kam dashur më me apë, ku më nje, dhe guri thapë. Ku kam pasur shtëpi, ku kam njojtur Perëndin. Moshatare, zanje në porte e paskeruvet, që shpreje gjeto bashe muji. Shikues të nderuar televizion shqiptare të Amerikës, ju përshëndes, jemi në emisionin Historia Shqiptare. Do të trajtojmë sot një trevë e cila ka dhënë dhe vazhdon të japë një kontribut të madh, jo vetëm për nevojat e saj që ka në vendlindje, por edhe për çështjen mbarkombëtare shqiptare, cila ka qenë historia e saj. Dhe aktualisht si po funksionon komuna. Dhe për të folur për këtë komunë, unë kam ftuar një nga intelektualët e shuar të atij komuniteti që jeton në Malsi. Ju e njihni si zonë, pra Malsis, por duke qenë se audienca e televizorit shqiptar të Amerikës është më e gjerë, unë dua që t'ja prezantoj juve, por ai do të sjellë edhe vetë background-in e tij, pasi është një intelektual që ka patur dhe ka shumë aktivitete, background-e shumë të suksesshme në mësimdhënie, në avokati, si aktivist, që unë mbaj mend qysh i ri para 20 ca vjetëve bëj një emision me te kur mreshe me organizimin e folklorit të rinjve e shumë aktivitete të tjera. Edhe ky është Engjëll Goçaj. Jam shumë i privilegjuar dhe i kënaqur që e kam në emision, dhe i besoj Engjëllit që ky do të sjellë një pjesë të mirë të historisë të komunës së Tuzit, sigurisht në bazë fakteve, por edhe në bazë të syrit, gjykimit dhe të analizës që ai bën vetë, sepse i ka këto mundësi, sepse është një avokat shumë i suksesshëm, por njëkohësisht ka zyrën e vetë, por është dhe avokati komunës së Tuzit. Ku më mirë se sa avokati mund ta bëj punën e rrëfimit, pra të historisë, ashtu sipas pyetjeve që kanë paraqitur unë, po pse jo, dhe ai mund sjellë edhe një zgjerim të këtyre çështjeve. Avokat, mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta. Bashkë kemi bërë disa emisione, unë të falenderoj që juve pranuat ftesën. Unë ju zgjodha për të bërë këtë bisedë si një intelektual, ashtu si kurse u prezantova. Edhe nëse do diçka do të ngeli mangut, ne do të kemi mundësi të marrim edhe personalitete të tjera. Një prezantim tuaj familjar dhe backgroundi juaj intelektual, i punëve që keni bërë, mësimdhënie ku keni patur, pasi dukeni djalë i ri, po keni eksperiencë pune. Faleminderit për ftesën tuaj. Valla shfrytëzoj rastin tu përshëndes juve dhe televizionistit e televizionit tuaj. Unë jam i lindur në Podgoricë para 40 vite, fakultetin faktikisht shkollën e mesme e kam përfunduar në TUS, fakultetin juridik e kam përfunduar në Podgoricë në Universitetin e Malit të Zi, studimet postdiplomike, magjistraturën e kam përfunduar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Beogradit, doktoraturën e kam përfunduar në Fakultetin Juridik Universitetit të Novi Sadit, kam bërë sa trajnime, si të themi, punë cilat kanë bajnë me avancimin e përgatitjeve të mia profesionale edhe në Universitetin e Cambridge-it ke Fakulteti Juridik. Po ashtu karriera ime, domethënë ka filluar në vitin 2004 ku së pari jam punësuar si praktikant në drejtorinë e tatimoreve të Malit të Zi. Më vonë kam vazhduar të punoj si avokat, kam kaluar provimin e judikaturës. Jam avokat ka 18 vite që punoj si avokat, që praktikoj, kam zyrën time. Po ashtu, që nga vitin 2009 jam profesor fakultetit, me qenë se në vitin 2009 kam mbrojt tezën e doktoraturës, se fillimisht kam filluar të punoj
në Fakultetin Juridik Universitetin e Shkodrës, më atutje kam vazhduar në Maltezi, respektivisht jam profesor në Fakultetin për Studime Shtetënore dhe Evropiane në Podgoricë, ku kam normen e plot në 2 landë, drejtën diplomatike dhe sistemin politik të Bashkimit Evropian. Tek masteri, respektivisht në vitin e 3 të ati fakultetit. Kjo do të ishte në pika të shkurta, si të themi, ajo biografia ime, tash mos ngarkojmë opinionin më shumë me detaje. Them avokat pasi keni komunën e Tuzës klient për çështjet të cilat ku ka nevojë, edhe njëkohësisht, jo pa qëllim ju ftova juve, pasi ju keni qenë dhe autori i përgatitjes studimit të feasibilitetit të komunës së Tuzit. Pra, të ndryshe, ka bërë një studim që është bazuar në rankën evropian, nga eksperienca e shumë komunave, se si komuna e Tuzit, nga një komunë e varur, pra nga Podgorica, du të merrte pavarësinë e saj, si që ka marrë. Dhe është autori i studimit të asaj periudhe, unë më kujtohet shumë mirë. A ka influencuar studimi juaj në realizimin final që komuna e Tuzit ka marrë pavarësinë nga Podgorica? Se nga themelimi i komunës, themi veçeverisës ose komunës të pavarur të Tuzit, jam përfaqësues juridik, respektivisht jam avokat, ajo është, si themi, ai institucion shtetëror është edhe klienti im. Do të them që vetëm përpos problemeve të cilat kanë qenë politike dhe pengesëve politike të cilat nuk kanë dashur atëherë partien e pushtetit që të pranojnë realitetin që Tuzi duhet të jenë në komunë vete, kanë edhe ato pengesa, ose themi ai argumenti kryesor i tyre që Tuzi nuk ka kapacitet ekonomik që të veçeverisin vetveten dhe të kenë një qëndrueshmëri ekonomike për të mbajtur në administrat të saj dhe eventualisht të bajnë edhe investime kapitale. Edhe në atë kohë, dhe mendimin e diasporës, jemi bashkuar dhe jemi munduar që të dëshmojmë edhe para faktorit të mbrëmshëm, por edhe para faktorit ndërkombëtar, që nuk qëndron ajo tezë të themi që komuna e Tuzit eventualisht nëse themelohet nuk do të kenë qëndrueshmëri ekonomike. Dhe kemi bërë, themi, një analizë edhe shkencore, por edhe empirike me cila ka treguar se nga viti 2007 se komuna e Tuzit është komunë e qëndrueshme ekonomike dhe atër si fillim do të kenë një buxhet prej 2 milion deri në 3 milion eura. Kjo ka ndihmore, ka ndihmore me se ka qenë me avonë në pjesë edhe e propozim ligjit për organizim territorial të ri të Malit të Zi, ku me cilin ligj është themeluar dhe është parapar komuna e Tuzit. Po ashtu, kjo ka vlejtë edhe si bazë që me vonë kur është sjell buxheti i ri komunës Tuzit, edhe ka dëshmuar edhe koha që ky lloj studimi fizibilitetit ka qenë i drejtë dhe ka qenë i bazuar në fakte, ku sot komuna e Tuzit ka një buxhet për 8 milion eurash, i cili jo vetëm se është një buxhet themi në letër, po është edhe një buxhet të cilët në 3 vitet e kaluara është realizuar 100%. Që është e vetmja komunë në Maltezi e cila ka fituar edhe nga institucioni më i lartë revidues i shtetit të Malit të Zi, ka fituar notën pozitive. Komuna e Tuzit sot shërben si komunë model për të gjitha komunat jo vetëm në Malë të Zi, por edhe me gjerë. Kështu që ajo zëdhënfilla dhe fillimi i krejt kësaj punë ka kënë, domethënë që ne kemi treguar se mund të jenë edhe me vonë edhe dëshmor në praktik që komuna e Tuzit mund të jenë e qëndrueshme ekonomike, çka tregon edhe koha tani se kemi pas absolutisht të drejtë. Në studimin që keni bërë, pak histori për komunën e Tuzit, kur është krijuar dhe etapat se si ka qenë e pavarur vetë, pastaj nga Podgorica dhe deri tek ditët e sotme. Komuna e Tuzit ka një histori të gjatë, por nga aspekti të natyrës juridike dhe politike dhe organizimit politik të saj, mund të themi që ajo ka ekzistuar pak a shumë në letrën në vitin 1954 ka ekzistuar si komunë, ku me vete me është ndërprerë, është hjek komuna, po aty ka qenë vetëm komuna e Tuzit, po kanë qenë edhe komuna tjera në zonat rurale, por nuk e kanë pas një farë themi veçeverisjes lokale të cilësisë juridike të cilën e kanë sot. Mirë po, komuna e Tuzit ka vazhduar të jenë, ose themi ai territor i Malësisë ka vazhduar të jenë në kompetencën e kryeqytetit Podgorica deri në vitin respektivisht vitin 2006,
ku në vitin 2006 sillet një ligj për themelimin e komunave të ashtu quajtura urbane, komunës urbane të Tuzit, cila ishte një komunë pa kurfar asnjë kompetencë për të cilën, domethënë, të gjitha vendimet u sillshin në Podgoricë dhe Podgoricë ishte ajo e cila vendoste mbi fatin e saj. Ajo lloj komunë urbane të vitit 2006, cila edhe u themelua, domethënë, pat një kundërshtim jashtëzakonisht madh nga faktori politik shqiptar, po edhe nga intelektual, po ashtu edhe nga diaspora, mes tjerave edhe me protesta dhe me kërkesa që Tuzit i duhet një komunë në vetë, një komunë e pavarur, në lloj si një komunë e cila vetëm është në letër edhe quhet urbane, ku kishim të bëjmë me një komunë e cila ishte fare, themi, komunë rurale dhe e pa zhvilluar, ama në letër ekzistohet emrimi i saj si komunë urbane. Ma vonë erdhi deri te ndryshimet e ligjeve dhe u themelua një farë, themi, komune si kalimtare, komuna në kuadër të kryeqytetit Podgorica, por allaj lloj komunet nuk ishte komune vetë dhe nuk ishte mundësinë buxhetore të cillin vendimet, domethënë, për interesin e qytetarëve të asaj treve, dhe të kenë buxhetin e saj edhe të planifikojnë, domethënë, ashtu siç janë nevojat e qytetarëve. Mbi gjitha edhe të bajnë bashkimin e taksave dhe të ardhurat të cilat u takojnë komunave si gjitha komuneve tjera. Dhe më në fund, në vitin 2018 në dhjetor, domethënë, faktikisht u themelua dhe u themelua komune Tuzit me një shtator, edhe qysh nga vitin 2019 ekziston si komunë vete, si gjitha komunat tjera, por edhe pse u themelua komuna në atë kohë, vazhdoi me pa pengesa jashtëzakonisht të mëdha nga Podgorica. Një ndër pengesat kryesore ishin ndarja e pronës, sepse si pas mendimit të Podgoricës dhe popullatës shumicë në atë shtet, qëndrimi i tyre ishte që komunës nuk i takon kur gjallë dhe duhet me prit kohën që mos të vijnë deri te dami territori. Kështu që në fillim ju vështirësua puna komunës Tuzit, edhe duke pas parasysh të gjitha ato sfida, komuna e Tuzit duhel, themi, një komunë shumë me sukses, edhe ma vonë patme edhe Covidin, i cili edhe vështirësoi punën, por me punë të madhe, me përkushtim të madh të administratës asaj komunës, edhe duke e falendëruar, domethënë, dhe partive politike të cilat më në fund e kuptuan që duhet mu bashkohet gjitha së bashkut, edhe ban një model bashkëpunimit i cili kihet, themi, edhe si shembull për krejt trojet shqiptare, kështu që edhe mas punët nuk mungohet edhe suksesi. Komuna vazhdon, domethënë, të punojë, vazhdon të zhvillohet ekonomikisht, malësia, edhe përpos ruajtjes së qendrës, domethënë, interesit, themi, shqiptar në atë zonë, ajo ka një interes i cili është primar, domethënë, ka të bëjë me zhvillimin ekonomik dhe infrastrukturor të atij territorit. Falë avokat, publicitet, shikues nderuar, shikojmë pas pak.